Mjeku jep urdhër, pini uthull molle, por mos bëni kurrë këto 3 gabime. Uthulla e mollës ka shumë vlera të larta shëndetësore, megjithatë përthithja e tyre nga organizmi varet shumë nga mënyra se si mund ta konsumoni dhe kur e konsumoni atë. Disa prej mënyrave të konsumit të uthullës së mollës mund të jenë vërtet të dëmshme për organizmin tuaj. Ndaj, duhet ta dëgjoni me vëmendje këtë video deri në fund në rast se e përdorni uthullën e mollës. Uthulla e mollës gjithmonë duhet të tretet në ujë. Uthulla e mollës nuk duhet të pihet asesi kur e patretur direkt nga shishja. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për shkak të aciditetit të lartë që ajo përmban, dhe mund të shkaktojë dëmtimet e ezofagut dhe të rëndojë gjithashtu më shumë shëndetin tuaj të stomakut. Mënyra e dur për të pirë uthull molle është të ta tresni atë si fillim në ujë, që të mbroni fytin gjithashtu edhe shëndetin më të mirë të stomakut tuaj. Edhe kur ta tresni, uthulla e mollës duhet të pihet nëpërmjet një pipze dhe më pas të prisni të paktën 30 minuta në mënyrë që t'i lani dhëmbët me furçë. Mos e pini uthullën e mollës pasi keni konsumuar bukë. Nëse keni zakon që të pini uthullën e mollës pas buke, atëherë është koha që të ndryshoni këtë rutinë. Me kalimin e moshës, njerëzit pësojnë edhe paksim të lëngjeve gastrike në stomak, të cilat e kanë më të vështirë gjithashtu të shpërbëjnë ushqimet e stomakut. Për rrjedhoj, uthulla e mollës duhet të tretet në ujë dhe duhet të pihet përpara një vakti në mënyrë që të përmirësojë kështu tretjen dhe të shmangë edhe problemet e fryrjes. Nëse nuk e pini ashtu, hidhni uthull molle në sallata dhe do t'jetë me lehtë. Por tregoni gjithashtu gjithmonë një kujdes të shtuar me sasinë e uthullës së mollës në dietën tuaj. Gjella me krip dhe kripa me karar, thot populli, dhe kjo shprehje vlen gjithashtu edhe për uthullën e mollës. Nëse do të filloni një regjim ku përfshihet konsumi uthullës së mollës, është mirë të nisni ngadalë dhe t'jepni trupit tuaj pak kohë që të mësohet me aciditetin e saj. Rregulli i tillë i jep trupit edhe mundësinë që të përshtatet me aciditetin e uthullës së mollës pa shkaktuar komplikacione të organizmit. Rregulli i artë është se nuk duhet të pihet më shumë se 2 lugë gjelle uthull molle të tretur në ujë çdo herë, në mënyrë që të mbroheni kështu edhe nga efektet e mundshme anësore që mund të pësojë organizmi juaj. Mos e pini uthullën e mollës pak përpara se të shkoni për të fjetur. Ekspertët Healthline këshillojnë që të mos pini uthull molle përpara se të shkoni për të fjetur. Edhe nëse e tresni atë, nuk duhet të qëndroni shtrirë, pasi gjendja juaj mund të rëndohet akoma dhe më shumë. Ajo vazhdon të jetë e dëmshme për ezofagun veçanërisht në momentet që ju shtriheni. Njerëzit duhet të qëndrojnë në këmbë për 30 minuta pasi kanë konsumuar uthullën e mollës, në mënyrë që të mbrojnë kështu edhe shëndetin e ezofagut të tyre dhe jo vetëm. Mos e pini uthullën e mollës në rast se keni ulçëra të stomakut ose probleme të ngjashme të tyre. Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, e cila mund të jetë dëmshme për persona të cilët kanë probleme me stomakun, veçanërisht ata persona të cilët vuajnë gjithashtu edhe nga shqetësimet e ulçrave. Uthulla e mollës është irrituese për stomakun e këtyre personave dhe ekspertët e Healthline këshillojnë që të mos e përdorni atë në dietën tuaj në rast se vuani nga ulçra, pasi mund të ndikojë në përkeqësimin e situatës suaj duke e rënduar atë gjithmonë më shumë. Uthulla e mollës është e mirë, por përsa e përdorni si duhet. Uthulla e mollës është një tonik natyral që ka shumë përfitime të rëndësishme për shëndetin tuaj, duke evituar kështu edhe një sër komplikacionesh të cilat mund ta rëndojnë gjithmonë më shumë atë. Po le të shohim disa prej tyre ku uthulla e mollës mund të jetë e dëmshme për organizmin tuaj. Në rast se vuani nga problemet e stomakut, tregoni të kujdesshëm me përdorimin e uthullës së mollës, pasi mund të shkaktojë gjithashtu edhe kundërindikacione në organizmin tuaj.
Njerëzit të cilët kanë probleme me stomakun, ose gjithashtu kanë edhe një stomak që është më i ndjeshëm, duhet të tregojnë më shumë kujdes me përdorimin e uthullës së mollës, pasi mund të përkeqësojë situatën e tyre dhe të dalë jashtë kontrollit edhe shëndeti. Njerëzit të cilët të vuajnë nga diarreja nuk duhet të përdorin uthullën e mollës. Konsumi i rregullt i uthullës së mollës mund të çojë deri në diarre. Kujdesuni që ta përdorni atë në mënyrë të ekuilibruar dhe të moderuar, në mënyrë që ajo të mos ndikojë negativisht në çështjen tuaj shëndetësore dhe të mos e rëndojë atë. Uthulla e mollës nuk duhet të përdoret nga njerëzit të cilët kanë probleme me veshkat e tyre, pasi mund të përkeqësojë më shumë situatën tuaj. Ka shumë shqetësime në lidhje me shëndetin e veshkave dhe efektin e uthullës së mollës në të. Personat të cilët kanë probleme me veshkat nuk rekomandohet të përdorin uthullën e mollës, pasi mund të ndikojë gjithashtu edhe në aciditetin tuaj duke shkaktuar përkeqësim të situatës së shëndetit të veshkave. Njerëzit të cilët të vuajnë nga fryrjet e trupit duhet të evitojnë gjithashtu konsumin e uthullës. Nutricionistët pohojnë se konsumi i uthullës së mollës vonon zbrazjen e mirë të stomakut, që mund të shkaktojë edhe humbje të përkohshme, siç mund të jetë edhe pesha si dhe fryrje serioze si gazrat dhe probleme të theksuara siç mund të jenë të përzierat. Për të shmangur këtë shqetësim, shtoni edhe ujin dhe mos hani perime me fibra të larta, pasi mund të ndikojnë më shumë në situatën tuaj shëndetësore. Persona të cilët vuajnë nga refluksi i acidit duhet të tregojnë më shumë kujdes me përdorimin e uthullës së mollës në dietën e tyre. Njerëzit të cilët të vuajnë kryesisht nga refluksi i acidit duhet të jenë të kujdesshëm me aciditetin e uthullës së mollës. Nutricionistët paralajmërojnë se uthulla mund të rrisë nivelin e aciditetit dhe të rezultojë në një ndjesi djegje të shtuar në stomakun e tyre, gjë e cila mund t'i bezdisë ata persona gjatë gjithë ditës. Personat të cilët kanë ndjenja dobësie duhet të evitojnë konsumin e uthullës së mollës, pasi mund të nxjisë edhe përkeqësimin e shenjave të tyre. Disa njerëz që përpiqen kryesisht që të pinë uthull molle dhe kanë ndjenja dobësie duhet ta evitojnë atë nga dieta e tyre, pasi mund të shkaktojë gjithashtu rënje të madhe të energjisë dhe mund t'ju kushtojë shumë edhe për shëndetin tuaj të përgjithshëm, citon studimi. Humbja e përkohshme e peshës nuk duhet të bëhet me përdorimin e uthullës së mollës. Nëse doni të stabilizoni rënjen e peshës tuaj trupore, tregoni kujdes me sasinë e uthullës së mollës në dietën tuaj. Uthulla e mollës mund të shkaktojë gjithashtu një rritje të theksuar të oreksit tuaj. Si rregull, disa njerëz përpiqen që të përdorin uthullën e mollës për të shtypur oreksin. Sidoqoftë, nutricionistët pohojnë se përdorimi i tepërt i saj mund të jetë një nxitje më e madhe ndaj rritjes së dëshirës për të ngrënë ushqime. Ndaj në këto raste, ekspertët këshillojnë të mos e përdorni uthullën e mollës, pasi mund të shkaktojë gjithashtu edhe rritjen e dëshirës për ushqime jo cilësore. Uthulla e mollës është një produkt mjaft popullor që në dietën tuaj mund të sjellë shumë përfitime për sa kohë i evitoni këto gabime që mund të bëni me të. Uthulla e mollës është e pasur me elementë të lartë ushqyes, të cilët në kombinimin e një diete të përkryer mund t'japin rezultate mjaft të mira edhe për çështjen tuaj. Përbërësi aktiv i uthullës së mollës është kryesisht acidi acetik, i cili i jep asaj aromën dhe shijen e fuqishme. Studiuesit nxjerrin në pas se përdorimi i dur i uthullës së mollës në dietën tuaj mund të cilësohet si një zgjedhje lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve për sa kohë që rrit vlerat e shëndetit tuaj dhe lehtëson edhe komplikacionet e saj. Sigurohuni ta përdorni uthullën e mollës sa më organike në dietën tuaj, jo më shumë se 1 deri në 2 lugë gjedhe uthull molle të tretur në ujë çdo ditë. Kështu, nëse keni këto shqetësime të cilat i përmendëm më herët në këtë video, përpara përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.